Dhe mërkohë që ka pasur një reagim ndoshta disi, po themi si kundër Ballukut të Elisa Spiropalit, e cila gjatë një komisioni i pyetur nga Gronçe tha që çdo kush man përgjegjësi personale dhe që ideja është që ne si mazhorancë nuk kemi ndërhyrë asnjëherë në punët e SPAK-ut. A besoni që ishte një lëshim kjo e Spiropalit ndaj Ballukut, pra një përplasje e brendshme, apo si u duket kjo deklaratë? Nuk ka thënë që ai dha urdhër që të kishin ato postimet, ato fotot që kishin me Ballukun, apo shere që po ishin me Ballukun, filloi atë luftën e brendshme, se deri aty mund shkote ky, deri në atë grad. Për sa i përket Spiropali ka qenë ajo që e lavdronte Ballukun, e ditë gjithkund, e bënte gjithkund. Tashmi Spiropali, ashtu si të gjithë të tjerë, kanë marrë atë stigën këta që ne nuk futemi me drejtsinë, drejtësia ka punën e vet. Këtë e tha dhe Balluku kur doli nga SPAK, po Spiropali të shofi atë bashkëshortin e vet, cilin e kanë SPAK, t'japi çike sapet për bashkëshortin e saj që e kanë SPAK. Para se të flasi për Ballukun, të shofi atë bashkëshortin e vet. Unë jo pa qëllim të them që këta të gjithë janë SPAK, gjithë janë të listuar në SPAK. Nuk ka njeri nga këta që nuk është listuar në SPAK. Se vjedhe kanë bërë të gjitha. Pavarësisht se Rama është komandanti i tyre, por vjedhe kanë bërë të gjithë. Absolutisht. Nuk shoh të këto kanë atë idenë e partisë punës dikurshme. Momenti që të ndodhi gjë të lëshojnë të gjithë dhe nuk duhet me ditë më për ty, të hedhin poshtë. Kur je mirë, pastaj të vinë të lëpijen të gjithë, bëhen të gjithë, duhet me të bëhe shok, duhet me të bëhe shoqe, duhet të tregohen sa më të afërt me ty. Ma momenti që të rëshket koma, këta të hedhin këta janë të parë pastaj që të hedhin, se është lufta mrena llojit. Unë nuk kam thënë lufta mrena llojit është më e keqe se çdo lloj lufte tjetër. Dhe këta brenda llojit po bëjnë atë luftën e tyre, se kush të kapi një post, kush të ketë pozicionin më të mirë në parti apo në qeveri. Por nuk ka se ka në një gjë të madhe, domethënë, ju e keni parë qoftë edhe me Velien, kur iku Velia, gjithë fillun e lëshuan, e bën, jo ne nuk dim, jo do bëj drejtësia punë vetë, do bëj këtë, do bëj atë. Këtë lloj të preja u them gjithmonë që këta kanë thjesht propagandën. Këta kanë thjesht propagandën kur je mirë, je shumë i mirë, dhe kur rrëshket koma, pastaj je shumë i keq, ne nuk e dinim se hashi dardha mrapa nesh se ti ke dalë kundër vijes partisë, në partia jonë është e tilla apo e tillë, në gjendën kohë që ka një parti e cila ka sjell vetëm shkatërrim dhe varfërinë në Shqipëri, asgjë më tepër. Por kjo është luftë mrena llojit, nuk jep në sinjal tjetër. Belinda Balluku nuk jep dot. Kjo është mëse e sigurt, ja unë tash ja u kam thënë që është ditën kur Belinda ka dalë nga SPAK-u, që tash Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i zotit ta shkarkoj. Tashmë nuk di se çfarë lojë luhet, thash qoftë nga DEA, qoftë nga fobia, qoftë nga politika amerikane, që nuk po ndikon në mënyrë absolute për t'i dhënë një masë sigurie Belinda Ballukut. Rama këtë pret që SPAK-u t'i japi një masë sigurie Belinda Ballukut për të justifikuar pastaj dhe për të thënë që ja, tashmë është një vendim gjykate dhe ne nuk kemi çfarë bëjmë, domethënë unë jam i detyruar të bëj shkarkimin e Belinda Ballukut. Dhe t'ja lej, si më thënë, topin der SPAK-ut. SPAK-u si duket nuk po reagon në këtë pikë, po e mban në mbikëqyrje, por absolutisht nuk po merr asnjë lloj mase sigurie. Që duket diçka e çuditshme që nuk merr ma, po t'ishte për dikë tjetër. Do kishte një masë sigurie, por me sa duket konflikti ndërmjet Belinda Ballukut, atë që ju kam thënë që nëse Rama e shkarkon vetë, do plasin skandalet mëdha, do plasin deri në konflikte rruge, themi, ja u kam thënë dhe një herë, deri në konflikte rruge mund shkoj kjo punë. Kështu që ndoshta testojnë edhe Ramën në këtë lloj pike. Tash është edhe çështja tash, duke qenë fobia brenda, është edhe çështja e një politike amerikane, se ai leverdis atyre ta testojnë në këtë lloj forme këtë kryeministër apo çfarë do bëjnë, domethënë, se për të marrë një masë sigurie nga SPAK-u shumë e kollajt, nuk kanë asnjë lloj pengese. Por si duket, thash, është edhe politika në mes pastaj që futet
futet edhe pengon, sepse atë që kishin për të bërë, për të dhënë akuzën, patjetër që ja dhënë akuzën dhe Belinda, jo vetëm Belinda, po të gjithë janë në akuzë ata. Jeni pa dyshim që të gjithë janë në akuzë, qysh nga Rama deri tek i fundit. Arrestime mund të ketë sa doj, ata kanë luajtur lojën e pastrimit të fushës, domethënë duke arrestuar këto drejtora, shefa, dhe atë që ju kam thënë në fillim që ti heqësh shtëpisë, po i hoqet trarët, ajo patavra çati ja bjen vet pastaj, nuk ka më nevojë që dalësh ti dhe ta heqësh, sepse bie vet ajo. Kështu që dhe Spaku këtë lloj skeme është duke luajtur tani. Pavarësisht se njerëzit, unë e kuptoj që njerëzit janë tetur për t'i parë këta pas hekurave, sepse atë çka kanë bërë domethënë krimen në Shqipëri, por tek e fundit drejtësia vepron ndryshe, kërkon provën, kërkon për ta vërtetuar, kërkon për ta pasur atë provë sa më të fortë që nesër kur dali para gjykatës mos të ketë kundërshtime. Kështu që nuk e gjykoj që ngelemi tek masa e sigurisë Belinda Ballukut. Do ketë, thash patjetër që do ketë, sepse kur është thirrë Belinda ka pas edhe kontrolle të vargje të saj, kontrolle banese, ka pas marrë telefonash, kështu që të gjitha shkojnë varg, të gjithë burimet shkojnë atje te burimi kryesor që është Rama. Zoti Markoç, ja mendoni që është një, po themi, marrëveshje e fshehtë mes Spakut dhe Ramës, që të dalin pikërisht në publik mesazhe të Ballukut me Varësit, dhe të mos dalin ato siç e thatë ju të Ballukut me Ramën? Nuk është pikërisht se nuk ka ndonjë marrëveshje Spakut, atë unë gjithmonë i mbetem besnik asaj çka kam deklaruar që në fillim, që Spaku është në një koordinim të plot me FBI-n dhe nuk mundet Spaku të nxjerrë ato sekrete. Këto janë disa mesazhe, disa komunikime që këta vetë mund t'i marrin, qoftë edhe nuk di nga Spaku, ndoshta edhe nga Spaku mund marrin ca gjëra të pavlera për Spaku në kuptimin e hetimit, po qoftë edhe nga kompanitë e celularëve, këta i kanë vetë. Dhe Rama e lumë këtë lojë për të nxjerrë ato, po jo me Spaku. Në mënyrë absolute nuk e pranoj atë që Rama ndikon në Spak, thash për sa kohë është FBI aty dhe mbikëqyrje totale e Spakut në FBI-n, nuk besoj se do të jetë Spaku i aftë për të nxjerrë ato sekretet, të cilat për mua janë sekrete shumë të mëdha, bisedat e Ballukut me Ramën, sesa me vartësit e saj ku flet në një gjuhë bastarde, domethënë gjuha e tyre, domethënë nuk është se është në një gjë e madhe. Kështu që po të ishte për të nxjerrë pastaj Spaku ato çfarë janë, duhet nxjerrte ju, e keni parë, e keni vënë re që përdosi me Gonigal, Spaku nuk ka fol fare, nuk del asgjë nga Spaku, është dryj fare. Dhe nuk jepet as një lloj lajmi për sa i përket asaj dosje, pse ka dhe tu tregon që ai nuk e ka forcën te Spaku, tu tregon atë pjesën pastaj që ju kam thënë që Rama do fluturoj drejt Amerikës për të dhënë shpjegime para drejtësisë amerikane për sa i përket dosjes me Gonigal, sepse është një dosje e cila ka rënduar mjaft shumë në Amerikë dhe është bërë shumë problematike në Amerikë, sidomos mediat amerikane nuk e kanë lënë në asnjë çast goditjen për dosjen me Gonigal, sepse ju kam thënë që ajo është prekja e sigurisë Amerikës, dhe për sa i përket sigurisë Amerikës, pastaj nuk të fal asnjë. Do të shohim se si do ecim, por Rama nuk ka ndonjë ndikim në Spak. Në një element mund të jetë, nuk them se jo, mund të ketë edhe një element, por nuk ka, domethënë, atë ndikimin se çfarë do bëjë më Rama tashmë, do komandojë Rama se kush do thirrët Spak, kush do i jepet akuzë, kush do jeti pafajshëm apo i fajshëm. Kështu që nuk e heq këtë lloj, pavarësisht se të gjithë flasin, ulërasin, bërtasin që Rama komandon Spaku, Rama bën këtë, Rama bën ke Spaku këtë, Rama tek Spaku nuk bën dot asgjë. Absolutisht asgjë. Rama e ka mbyllur problemin me Spakun. Ishte kur ishte, kishte momente që ai e kishte
në ndikim, po pas ardhjes së SPAK-ut, për herë të dytë, domethënë në Shqipëri, Rama i ka humbur më tashmë ato lidhjet e SPAK-ut, apo marrin një informacionin themi më mirë, marrin një informacionin nga SPAK-u. Ata nxjerrin disa shkresa, disa gjëra që nuk kanë një vlerë të madhe. Dhe kjo përdoret nga gazetarët, përdoret nga politikanët për të mbajtur gjallë atë pjesën e elektoratit të tyre. Duke dalë pastaj në atë pjesën që këtu vjedhet, këtu bëhet, do dalim revolucion, do bëjmë revolucion, do bëjmë ku diun, çfarë do bëjmë po. Hajde. Kështu është Shqipëria e mbytur vetëm në propagandë, absolutisht në asnjë hap konkret. Zoti Markoçi, kanë dalë disa përgjime ose më saktë disa mesazhe që janë shkëmbyer nga një inxhinier grek i cili kishte për detyrë, po themi, monitorimin dhe mbarvajtjen e punimeve në tunelin e Llogaras, ku i thuej Erviz Berberi që shikoj që tuneli duhet bërë brenda standardeve, nuk po punohet siç duhet. Pra si e keni parë këto përgjime dhe a besoni që ai mund të ketë thënë diçka në SPAK pasi është marrë në pyetje për mbi 10 orë? Atë që ju kam thënë, kemi diskutuar edhe një herë tjetër që çështja e tunelit Llogaras është një çështje në hetim e cila do thirrën të gjithë personat, për mua nuk ka rëndësi si individ apo si popull apo si në analizë, nuk mund të bëj analizë për sa i përket atyre mesazheve të cilat komunikojnë njëri me tjetrin. Ajo që është kryesorja dhe që mbetet kryesorja i qëndroj besnik asaj çka kam thënë kur Belinda Balluku këtu ke ju e kemi diskutuar, që Belinda Balluku nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i fortë për ta shkarkuar Belinda Ballukun. Dhe kjo u tregu haptas, domethënë kur në takimin që kishim me OSHE-n, domethënë Belinda Balluku ishte në krah të Ramës dhe Belinda Balluku nuk shfaqte asnjë lloj pendese në portretin e saj, në shikimin e saj. Përkundrazi ishte Rama i cili dukesh më tepër i friksuar dhe më tepër i mbyllur se sa Belinda. Prandaj them që këtu nuk është çështje, këto janë konsum mediatik, janë konsum për të hedhur në popull dhe për ta zhbër pak a shumë atë pjesën e kësaj dhe për t'i kalu faj, domethënë gjithat e Belinda. Në të njëjtën kohë që fajtore nuk është vetëm Belinda, fajtor kryesor është Rama, sepse pa urdhrin e tij nuk bëhet absolutisht asnjë lloj veprimi në Shqipëri. Ne këtë e shohim dhe e prekim për ditë, nuk është se e shohim nga jashtë, por ne jetojmë këtu dhe e dim, domethënë se çdo gjë që mund bëhet, çdo kull që ngrihet, çdo aferë që bëhet, çdo rrugë që shtrohet, çdo port apo aeroport pa firmën apo miratimin qoftë edhe verbal të Ramës nuk mund bëhet absolutisht asgjë. Kështu që nuk më bën përshtypje ajo pjesa se çka ka thënë inxhinieri grek apo se çfarë thot vartësit e Belinda Ballukut. Ata të gjithë do t'i paraqisin gjërat në SPAK në mënyrë absolute, do të paraqiten gjithë në SPAK dhe do japin dëshmitë e tyre. Duke dhënë dëshmitë e tyre, patjetër që kompletohet e gjithë akuza pastaj dhe dalin personat të cilët akuzohen për sa i përket tunelit të Llogaras. Por duke dal tuneli Llogaras, unë kam thënë që do ketë edhe probleme të tjera, ka dhe njolla të tjera të cilat çojnë në aferat e tjera, qoftë për pra do ketë dhe dosje të tjera? Patjetër, qoftë për dosja për shkakun që është e portit Durrësit. Mos harrojmë se është një nga pikat strategjike të Shqipërisë dhe është një projekt i NATO-s për ta përdorur. Projekt, por ky është gjithmonë projekt, por në një projekt të NATO-s që do ta përdori dhe Rama ja ka hedhur në tavolinë, domethënë përdorimin e portit Durrësit. Patjetër që ata do shohin shumë gjëra dhe nuk mund marrin një port sepse ja dha ky dhe ata e marrin a priori të mirë qenë. Do shohin gjithë veprimtarinë e portit apo pozicionet e portit. Dhe aty pastaj do dalë që Porto Romano nuk është port për lundrim, nuk është port për këtë, por është një port i cili u sajua vetëm e vetëm për të hequr portin e Durrësit nga aty ku ka mijëra vjet që jeton dhe për ta kthyer në një resort të Ramës vet,
për të bërë atë projektin e famshëm dhe për ta bërë në thonjza Dubai portin e Durrësit, kur vetë porti i Durrësit ka probleme shumë të mëdha pastaj për sa i përket ndërtimeve apo gërmimeve brenda port Durrësit. Mos harrojmë se aty unë e kam deklaruar dhe prapë deklaroj që në porti i Durrësit qoftë edhe te Kalata Park, ku bëhet shkarkimi i maleve, ka mbetje toksike të groposura. Janë magazina që janë aty të groposura me mbetje toksike qysh para 90-s, edhe dalin deri te ura e Dajlanit. Kështu që aty do ketë gjithmonë probleme, por këta duan t'i mbyllin, t'i sajojnë. Prandaj thash, do dali porti i Durrësit, po do dali joni i Sarandës. Mos harroni se do dali Karaburuni, se si ka dalë Karaburuni jashtë inventarit të Ministrisë Mbrojtjes, ku një person i cili ka firmos është sot është presidenti i Republikës. Pra janë të gjithë, mirë po, a mendon kurse mund të bëhen gjitha këto veprime, qoftë edhe ndërtimi i Butrintit, në Butrin mund bëhen pa firmën apo pa marrë dëshirën e Ramës? Absolutisht jo. Kështu që në të gjitha aferat që mund të shkohet, pavarësisht që dalin mesazhe e komunikimet Belindës e njëri tjetrit, sepse bën një çudi, për shembull, pse nuk nxjerrin komunikimet apo mesazhet që ka Belinda me Ramën. Absolutisht nuk nxjerrin këto lloj komunikimesh. Nxjerrin komunikime që Belinda flet për Ramën apo për tjetrin dhe tjetrin me vartësit e tij apo me njerëz të tjerë. Por asnjëherë nuk keni parë asnjë mesazh të Belindës për sa i përket komunikimit që ka me vetë Ramën. Kështu që nuk më ndjem ndonjë gjë. Thash, këto janë mesazhe, gjëra që i hidhen për publikun, për mediat, për të mbush faqet, për bërë emisione dhe për të treguar se fajtori që ka Belinda, në të ndërkohë që fajtori kryesor mbetet gjithmonë Rama, asnjë tjetër. Prokuroria e posaçme SPAK ka thirrur për të dëshmuar për të dhënë dëshminë e tij Sali Berishën lidhur me ngjarjen e 21 janarit. Zoti Merkoçi, si e shikoni këtë lëvizje të SPAK-ut në raport me zotin Berisha? Ky është vendimi i gjykatës europiane e cila ka marrë për të rikthyer dhe për të hapur edhe një herë, jo për të hapur edhe një herë, por për të hetuar çështjen e 21 janarit, pasi njëri nga viktimat nuk është zhvilluar gjyq, nuk është bërë asgjë, kështu që janë të detyruar në bazë vendimit të gjykatës europiane, janë detyruar të hapin këtë hetim, ashtu siç dhe e kanë hapur. Ngelet tashmë për të dhënë dëshmitë e tyre, i pari është thirrë Sali Berisha, por në bindjen time të plotë është që do thirren edhe të gjithë aktorët dhe faktorët e asaj ngjarje. Çka do thotë, do thirret që nga presidenti i Republikës ish Bamir Topi, apo prokuroria e përgjithshme në atë kohë Ina Rama, të gjithë ata që kanë qenë faktor dhe aktor, duke përfshirë këtu dhe kryeministrin aktual të Shqipërisë, i cili ka qenë thirrësi i protestës dhe organizatori i asaj proteste. Kështu që në këtë do thirret garda, do thirren gjithë, do bëhet një hetim i plot tashmë, thash mbi bazën e vendimeve që ka dërguar dhe janë të padiskutueshëm që janë të gjithë personat, qoftë edhe ata që kanë drejtuar gardën, kush ka dhënë urdhër, kush ka bërë komandën. Por në zbarjen e kësaj çështje një ndihmë të madhe, themi realitetin, një ndihmë të madhe ka dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka rikuperuar të gjithë serverat apo filmimet apo fotot që janë bërë në ato momente, kështu që besoj se ka një material të bollshëm për të gjykuar 21 janarin. Por që thirret Berisha i pari, normalisht duhet ishin thirr persona të tjerë, duke përfshirë presidentin, duhet ta fillote nga presidenti i Republikës, ai është i pari, ai ka pas edhe indicet. Dhe do të shohim që mund të them se në të ngjarje do të dalin shumë enigma të cilat nuk janë ditur deri më sot. Dhe ajo që është më kryesorja është se pavarësisht se këtu duket sikur nuk ka të bëjë ajo çështje, por duket se
do të përfshihen edhe këta organizatat ndërkombëtare, siç është organizata e Sorosit, e cila ka qenë gjithmonë prezente në Shqipëri në politikën shqiptare, ashtu siç ja u kam thënë, që Sorosi ka qenë gjithmonë prezente në politikën shqiptare. Kështu që them që do të thirren edhe organizatat për të dëshmuar ato vendime apo sugjerime apo tentativa që kanë pasur për ta mbyllur apo për ta shuar këtë lloj ngjarje në ato vite. Kështu që nuk është ndonjë gjë shumë e madhe për sa i përket të thirrjes Berishës, nuk përbën ndonjë lajm. Të bujshëm lajmi është sepse tashmë Spaku ka marrë dozën e 1 janarit për ta hetuar në tërësinë e saj, jo në një aspekt, por në tërësinë e saj. Mos harrojmë sepse do thirren të gjithë për një arsye të thjeshtë, sepse është cilësuar vrasje shtetërore. Kështu që duke qenë vrasje shtetërore, patjetër që do të jenë të gjithë prezent tashmë, do të jenë gjithë dëshmitarë të asaj ngjarje, çdo person që ka dieni për sa i përket ngjarjes. Zoti Markoçi, a duhet të thirret dhe zoti Rama në SPAK, dhe nëse i çojë një fletë thirrje, besoni që ai do paraqitet në SPAK dhe kjo mund të jetë hera e parë që ai shkon në SPAK për të dhënë një dëshmi? Që do të paraqitet Rama dhe do të thirret Rama, kjo nuk ka diskutim, sepse Rama është organizatori, siç u thash më lart, Rama është organizatori dhe thirrësi asaj proteste. Duke qenë kryetari i Partisë Socialiste të kohës, patjetër ai është përgjegjësi kryesor për atë protestë. Kështu që ai do thirret, të gjithë do thirret, dhe tek e fundit Rama do thirret si person, ashtu siç edhe Berisha apo Topi apo Rama, Ina Rama apo të Gardës, këta do thirren në personën që kanë dieni për dhënë shpjegime për sa i përket ndosjes së ngjarjes së 21 janarit. Pastaj është faza e dytë, ajo pjesë që do thirret personat të cilët pastaj kalojnë në akuzë. Po kjo është faza e parë. Ashtu siç u thirr për shembull Lulzim Basha dhe menduan gjithë që është thirr për 21 janarin, por nuk është thirr për 21 janarin, Lulzim Basha është thirr për çështje tjera. Kështu që edhe Lulzim Basha do thirret përsëri në SPAK, po për 21 janarin. Kështu që janë për sa është shpallur nga gjykata ndërkombëtare, është shpallur si terrorizëm shtetëror, patjetër gjithë kupola e shtetit, unë kam deklaruar dhe më parë që gjithë kupola e shtetit duhet të kishte dëshmuar edhe në gjykimet që janë bërë në Shqipëri, duhet të ishin thirrur si dëshmitar në gjykimet që janë bërë këtu në Shqipëri për 3 personat e tjerë. Kështu që nuk ka ndonjë që Rama bëhet një buje e madhe, pse Rama do shkojë dhe do dëshmoj para SPAK-ut. Mase nuk shkon në SPAK edhe shkon SPAK-u në zyrë. Këto janë probleme teknike pastaj që i zgjidhet, por që do merret dëshmia e Ramës, patjetër që do merret dhe dëshmia e Ramës. Ditën e djeshme ka pasur një reagim të Elton Ilirianit lidhur me situatën me Parashqevi Simakun. Këngëtaren tonë, e cila jeton në SBA dhe pak disa muaj më përpara shqiptarët mundën ta gjendin dhe t'i jepnin një ndihmë. Por gjendja e saj duket se është e vështirë, pasi thuhet që ajo nuk pranon që është ndarë dhe dyshoj që ka dhe probleme të theksuar, apo themi, lidhur me pranimin e realitetit. A mendoni që ne bëm aq sa mundëm për Parashqevi Simakun dhe çfarë mund të ishte bërë më shumë? Tashi, në gjithë to halle që ka Shqipëria, në gjithë to problematika që ka Shqipëria, në një vend ku lulëzon krimi organizuar, droga, korrupsioni, çdo gjë tjetër merren me jetën private të një personi, qoftë edhe Parashqevi Simaku. Kemi pas këngëtarë, kemi pas poet, shkrimtar të njohur në Shqipëri që si ka pa njeri me sy. Domethënë, të krahasoj tash se çfarë ndodhi, supozojmë, po marr një shembull. Duket po marr një shembull, them që çfarë u bë për Sherif Delvinën, për njeriu i cili punoi kaq shumë për Shqipërinë, bëri kaq libra, ku librat e tij ndodhen në bibliotekën e Kapitolit, të Amerikës, absolutisht asgjë.
edhe kur vdiq nuk u bë asgjë, as i telegram nuk u çu as një gjë nuk. Një nga historianët më të mirë të Shqipërisë. Dhe merrem me parashikimit Simakun, e cila ka zgjedhur jetën e vet, është larguar nga Shqipëria, ka shkuar në Amerikë. Atje ka ndërtuar jetën e saj, në mënyrën e saj, në formën e saj. Tani, nëse halli më i madh i shqiptarëve që e ka parashikimia se çfarë bë parashikimia në Amerikë, tash duhet merremi të gjithë se çfarë bë X, Y në Amerikë apo në vende të tjera të botës. Është zgjedhja e saj. Ajo e ka zgjedhur vetë atë lloj rruge. Ç'a intereson shqiptarëve kjo? Sa shqiptarë ke në përbot të tillë dhe pse nuk flitet për asnjë? Për çfarë e trumpetojnë e ngrejnë vetëm për propagandë dhe të vjen keq që një person të tillë politika e merr dhe e bën propagandë në Shqipëri. Po çam duhet mu parashikimia që rri me një LGBT atje, e merr LGBT në shtëpi, arri me LGBT, unë do të rrit merr me LGBT të këtyne, po nuk merren fare. Dhe shqiptarëve asnjë i intereson fare. Absolutisht nuk ka asnjë lloj interesi. Nga pikpamja njerëzore mund të vi keq njëra tjetrën. Por ta marr tani dhe ta bëj problem. Një person i cili as nuk e di se i cili nuk do të më fol shqipje. Një merr një intervistë nuk do të më fol shqip. Për çfarë duhet ky njeri? Këto janë tallavat që bëjnë këta. Gjej nga një person atje, edhe e marrin tash e shesin sikur çau bën nami. Çau bën nami, për çau bën. Do të me shku në Hollywood, se ashtu e kishte mendje se ish aktor e madh, do shkote në Hollywood. Nuk ja arritja, nuk ja bërja, po diu depresionet e tyre. Çfarë duhet bëj shteti në këtë mes? Parashikimia ashtu gjithë ajo konflikti tu po vdesin mrena në Shqipëri po vdesin. Ja u morën si rast konkret. Një nga historianët më të mirë që ka luftuar për çamrin, që ka bërë libra pafund, thash, gjenden në bibliotekën e Kapitolit në Amerikë. Dhe absolutisht nuk flet njeri, s'ka fol njeri gjysmë fjalë, vdiq ashtu si vdiq. Dhe merremi me parashikim. Çai ka dhënë parashikimia këtij vendi se ka këtu, po ka këtu, ka marrë lekët atë më pafsh. Siç kanë këtu të gjithë. Po sa kombëtar ke të tjerë? Në qoftë se ti vendosi, ti jetosh rrugë, ti jetosh këtu, ti jetosh atje, zgjedhja jote ç'pun kam unë. Po thash, duan e nxjerrin, shihni në momentet kur e nxjerrin ato momente ku ka gjithmonë kriza më të mëdha në Shqipëri. Në ato momente nxjerrin, edhe herën e parë kur e nxorën, po në të njëjtën situatë nxorën. Edhe tani e nxjerrin në të njëjtën situatë. Për çfarë? Për të hequr vëmendjen nga ballukat, nga të gjithë, nga velia dhe nga gjithë këto skandale që po ndodhin në Shqipëri. Për t'i paraprirë këtyre, për t'i heqë mendjen njerëzve pastaj. Këta unë ja u kam thënë me kohë, e majta vetëm propagandë ka, nuk ka gjë tjetër. Absolutisht as gjë tjetër. Vetëm propagandë. Dhe gjejnë këto njerëz i përdorin. Dhe për mua parashikimia sot përdoret nga ky shtet. Ja shtet s'është, po qeveri, se shtet s'është, po shtet është. Se ne herë shtet s'kemi bërë. Kështu që nuk kam se çfarë të bëj, është turpshëm, domethënë. Është turpshëm që këtu po i vdesin njerëzit për bukë, që jetojnë këtu, dhe e tallet me njerëzit që janë këtu. Po pse nuk çohet njëri dhe të flasi për ata minatorët? E spaçi. Për këta të ballçit. Keni një gjë në herë politikën të flasi për ta, u bën 20 ditë ata që vazhdojnë greva. Asnjë respekt. Çfarë zgjidhje kanë dhënë atyre? Këta s'po japin zgjidhje njerëzve që jetojnë këtu. Dhe nxjerrin parashikim. Për çfarë nxjerrin? Për propagandë. Për të hequr vëmendjen e njerëzve. Keni një gjë në herë opozitën apo pozitën të flasin për grevat dhe të ngrihen edhe të mbështesin minatorët apo naftëtarët? Absolutisht. A janë njerëz ta? Po. A kërkojnë drejtat e tyre? Kërkojnë të drejtat e tyre në vendin e tyre. Nuk po i kërkojnë drejtat e tyre në Amerikë apo në Gjermani apo në Itali. Po i kërkojnë këtu. Dhe ky palavos shteti, ky nuk i jep asnjë lloj drejte. Dhe do merrem me parashikim. Merret shteti amerikan atje.
Ka ajo, gjithë mbështetjen e shtetit amerikan e ka atje. Pastaj kjo është zgjedhja vetë nëse do të jetojnë nëpër metro. Zgjedhja aty sa jetojnë atje nëpër metro, sa dush jetojnë. Nuk është e vetmja. E nuk është Shqipëria se jeton parashivia atje në atë formë. Se nuk ka dhënë gjë për Shqipërinë, nuk po jep në gjë për Shqipërinë, keni gjurë për 30 vjet ke dhënë gjë për Shqipërinë parashivia. Absolutisht jo. Janë figura më të mëdha këtu edhe nuk flet njëri.